Shefi i diplomacisë shqiptare Ferit Hoxha është vënë në qendër të kritikave, akuzave nga opozita shqiptare dhe jo vetëm, pas publikimit të faksimiles nga një grup WhatsApp-i, i cili pretendohet të jetë i ambasadorëve shqiptar. Në këtë faksimile shihet një reagim i ministrit për Europën dhe punët e jashtme Ferit Hoxha, duke etiketuar shqiptarët e Maqedonisë së Veriut si idiot. Ka qenë nënkryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Belind Kolliçi, ai që së pari ka publikuar mesazhin e ministrit Hoxha. A du mbaj përgjegjësi Ferit Hoxha për mënyrën se si shprehet për shqiptarët? Është pikërisht komunikimi në një grup chati në Ministrinë e Jashtme mes titullarit dhe disa funksionarëve të lartë që tregon çfarë në të vërtetë Ferit Hoxha mendon për bashkëkombësit tanë në Maqedoninë të Veriut, shkruan Kolliçi. E pas kësaj akuze, ministri ka fshirë reagimin në grupin e WhatsApp, por edhe kjo lëvizje për të hequr fjalinë, po ata idiotët shqiptar atje çfarë thonë, është publikuar sërish nga nënkryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Nuk e mbulon dot skandalin me mashtrim. Jep dorëheqjen, është e vetmja mënyrë që të shpëtosh dinjitetin e institucionit që drejton dhe të korrigjosh domin që ke shkaktuar në diplomacinë e Shqipërisë, thekson nënkryetari i grupit të PD. Lidhur me këto reagoi dhe zyra e shtypit e Ministrisë së Jashtme. Në një reagim të shpërndar për mediat, thuhet: komunikimi i servirur publikut është i paqen. Është për të ardhur keq që pretendimet të tilla fabrikohen dhe më pas amplifikohen nga aktor politik në vend. Kjo nuk është herë e parë që në arenën publike hidhen pretendime se antarë të shërbimit të jashtëm gjoja shkelin betimin e tyre. Në vazhdim të reagimeve është edhe ministri i Ekonomisë dhe Punës së Maqedonisë së Veriut, Besar Durmishi, i cili shprehet i zhgënjyer nga fjalori i ministrit Hoxha. Presim reagim dhe sqarim urgjent nga Tirana zyrtare, ndërsa ministri Hoxha duhet të kërkojë falje shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut për ofendimet e bëra. Kjo lloj gjuhe shkel çdo kodeks etik e profesional dhe është skandaloze për një përfaqësues shteti, thuhet në reagim, teksa ministri Durmishi i kujton edhe përgjegjësinë kushtetuese shefit të diplomacisë shqiptare ndaj bashkëkombësve. I kujtojmë zotit Hoxha se ka obligim kushtetues të kujdeset për bashkëkombësit e vet që jetojnë jashtë kufive të Shqipërisë. Shqiptarët e Maqedonisë së Veriut nuk janë fqinj nga projekti i dashur i Tiranës zyrtare Open Balkan, por pjesë e pandashme e trungut kombëtar, thekson ministri shqiptar në Maqedoninë e Veriut. Ministri Durmishi nuk lë pa kritikuar dhe ambasadorin shqiptar në Shkup, Denjon Mejdani. Në të njëjtën kohë zhgënjen edhe heshtja e ambasadorit shqiptar në Shkup, zotit Denjon Mejdani, i cili në vend se të reagojë ndaj fjalorit të tillë, ka zgjedhur ta bëjë zëdhënësin e disa partive politike në Maqedoninë e Veriut, thuhet më tej në reagim. Edhe më jashpër në qendrim është kreu i grupit parlamentar Gazmend Bardhi, i cili e cilëson si një reagim me gjuhën e propagandës së huaj. Kjo gjuhë e papërgjegjshme dhe denigruese, jo vetëm që cënon rënd dinjitetin e shqiptarëve, por krijon bindjen se kemi të bëjmë me një përfaqësues që flet në frymën e propagandës së huaj dhe jo në interes të Republikës së Shqipërisë. Kjo deklarat është e denjë vetëm për Nikola Pashiqin apo Vasa Çubrilović, thekson Bardhi. Në mungesë të dorëheqjes, Bardhi kërkon nga kryeministri shkarkimin e tij të menjëhershëm. Kryeministri ka detyrim politik dhe institucional të shkarkojë pas një hezitim dhe të distancohet publikisht dhe qartë nga kjo gjuhë fyese dhe e papranueshme, që të kujton retorikat të errta të së kaluarës kundër shqiptarëve, shkruan ai. Sipas Bardhit, çdo minutë në këtë detyrë e ministrit Hoxha është fyerje për shqiptarët. Ndërkohë vlen të theksohet se ministri Ferit Hoxha është parashikuar të jetë raportues në mbledhjen e zgjeruar të grupit parlamentar dhe qeverisë socialiste para ditën e së hënës, në Pallatin e Brigadave në kuadër edhe të procesit të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian.